prej dhuntive të Allah të zëgjel në dhejqen e fundit të Ramazanit, Allah zëgjel e kalon edhe natën e Kadrit. E Allah në tregon në Kur'an, thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Thot na e kemi zbrit atë Kur'anin në natën e Kadrit. Pastaj Allah zëgjel po dan me shtyt të dërguarin ti se çka po intereson atij dhe çka është nata e Kadrit. Ona e dërake me lejletil qadr. Na thonë Zoti për e shtyn, apo da me ja dit vlerën, apo da me ja dit kimetin, apo da me ja dit pozitën e kësoj nate. Lejletul Qadri khairu min alfi shahr. Nata e Kadrit është më vlerë se sa 1000 muaj. Që kja khairu min alfi shahr. Më vlerë. E ka për qëllim që një ibadet i asaj nate që të cilën ti e ban është më e mirë se sa da më thonë 1000 herë tjera të që i ban. Subhanallah. Dhe krahasot ai ibadet mrena asoj natën të cilën të e ban, pa më parasysh çfarë ibadeti është, krahasot sot 83 vite të që ki bo qatë njëjtin ibadet që ki bo. Qoftë leximin e Kuranit, namazet, dhikrin, apo adhurimet e tjera që i ban brenda kësaj nate. Mirë o vëllezër, me një hadith na i përfitojmë 3 sende shumë me vlerë. Që ka unë në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon, po thot men qama bi 10 ayatin lam yaktub min al-ghafilin. Kush ngritet dhe fal namaz me 10 ajete, ai shkruhet tek Allah sikur mos më qenë për atyve nga flet. Do thonë nga flet çka do të thonë që është i pakujdesur. E tek Allah është ku që ky u kujdes për adhurimet e Zotit. Paramendaj ti me nëzon të nata e Kadrit dhe ti i ke lexuar veç 10 ajete. E Allah 83 vite me shënu që ti s'ki qenë për atyve ghafletve, da më për atyve mosh kujdesore. Pasaj për ame për thot, wa men qama bi 100 ayatin kutibe min al-qanitin. Dhe kush i lexon 100 ajete, ngritet dhe fal namaz me 100 ajete, apo lexon 100 ajete, ai shkruhet tek Allahu Azza adhurues i përkështruar ndaj namazit të natës, apo adhurues i përkështruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Paramendoj ti me lexuar brenda natës, e cila është ndoshta nata e Kadrit, shkruhet 83 vite që ti ke qenë adhurues i përkështruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Pasaj për me thot, wa men qara bi 1000 ayatin kutiba min al-muqantarin. Thot edhe ai që lexon mbrana natës apo i fal namaz dhe lexon 1000 ajete, thot ai shkruhet min al-muqantarin, që ka bo shpërblim të madh më vlerë se sa thesarët. Paramendoje me u shënu ti me qenë në natën e Kadrit dhe ti me lexu 1000 ajete. Edhe Allah Azza Jall me të shënu 83 vite, një natë me 83 vite, sukur ti ki marrë shpërblim më shumë se sa thesarët që ti i gjana për ngjeshëm me ta. Subhanallah, shiko këta hadithe për të vejtit sallallahu alaihi wasallam, se sa na japin pozitë dhe vlerë të madhe me e shfrytzu natën e Kadrit. Një ibadet i joti shkruhet sa 83 herë çat ibadet që i ki po. E lusme Allah Azza Jall, sot do qoftë, në qoftë se nuk mujmi 1000, nuk qoftë se nuk mujmi 100, bënëm 10 ajete të lexojmë brenda asaj nate, kur del për Allah, je prej atyre inshallah i shënuar që ti nuk e ke çu kohën ka.